tema është lypni, kërkoni, trokisni. Besoj e gjithë e keni lexuar Ungjillin nga Mateu. Bëhet fjalë për kapitullin 7, janë vargje 7 deri në 11. Le t'i lexojmë, t'i lutemi Zotit dhe Zoti na japi një fjalë sot. Lypni dhe do t'ju jepet, kërkoni dhe do t'gjeni, trokisni dhe do t'ju hapet, sepse kushdo që lyp merr, dhe ai që kërkon gjen, dhe atij që trokitet ka për t'ju hapur. Ose cili për jush është ai njeri që po t'i lyp një biri buk, do t'i jap një gur, ose po t'i lyp një peshk, do t'i jap një gjarpër. Nëse ju pra duke qenë të këqinj, dini si t'i jepni dhurata të mira bijve tuaj, sa më tepër Ati juaj që është në qiell ka për t'ju dhënë gjëra të mira atyre që lypin prej tij. Besoj nuk është hera parë që e lexoni apo jo. Okej, unë po i lutem Zotit dhe vazhdojmë. Atë Perëndi, faleminderit që me gjithë të ditë ngarkuar Zot dhe gjithçka që kishim Zot, ne u mblodhëm sot këtu Zot, jemi për Ty, për lavdin Tënde Zot. Duam të jemi në shtëpinë Tënde Zot dhe duam që të ushqehemi nga Ti Zot, marrim nga Ti Perëndi të na mbushësh Zot, sepse Ti je pjesa jonë për jetësi. Zot, lutem që fjala jote Ti na drejtosh sot Zot, lutem që fjala jote të zëri vetë tek ne Zot, dhe lutem nëse ka diçka për t'i folur zemrës tonë sipas nevojës Perëndi, më fol mua Zot dhe gjithë secilit nga ne Perëndi, edhe Zot më përdor Perëndi, më përdor sepse është kisha jote dhe je Ti Perëndi që flet dhe Bibla është fjala jote e përjetshme. Zot, faleminderit. Në emrin e Jezusit Zot, e lë këtë kohë përpara Teje. Amen. Okej. Që është shumë e qartë besoj, sepse vargjet përpara vetë shpjegohen te vargjet më poshtë. Por që të kuptojmë realisht se çfarë Zoti do të na thotë me këto vargje, ne duhet të shohim edhe kontekstin. Atëherë, në konteksti ky është pjesë e predikimit mal nga Jezusi, I cili nis tek Mateu 5 deri tek Mateu 7. Disa nga studiuesit e Biblës e kanë shumë të dashur këtë pjesën e predikimit mal, dhe kjo është thjesht një sekuencë e shkëputur nga kjo. Audienca është totalisht hebrej, nëse lexoni edhe tek Luka 6, ka dhe hebrejnë të tjerë që janë nga Galilea, Jeruzalemi, nga bregdeti I Tiros, I Sidonit, por janë totalisht gjithë hebrejnë aty, të cilët janë mbledhur në mal dhe Jezusi po predikon dhe është goxha predikim I gjatë. Fillimi I shërbimit të Jezusit, kjo ka shumë rëndësi, sepse Jezusi po u thot në fillim të shërbimit të tij dhe është menjëherë pas zgjedhjes së dishepujve, pse u thot që lypni, kërkoni apo trokisni. Tani, nëse e kthejmë edhe një herë mbrapa, është shumë e qartë. Lypni, cili për jush është ai njeri që I biri do t'i japi, I kërkon buk, ai do t'i japi gur, apo do t'i kërkoj peshk, do t'i japi një gjarpër që ta helmoj. Ju jeni të këqij dhe bijve tuaj dini t'i jepni gjëra të mira, sa më shumë Ati që është I mirë do t'ju japi ju. Besoj është shumë e qartë, kështu që e mbyllim. Besoj Zoti ka më shumë për t'na dhënë, unë doja që shkruaj pak të akullin se kam dhe emocione. Okej. Se e gjitha lidhet shpjegimi tek fillimi I shërbimit të Jezusit. Unë doja që të shihnin dhe kuptimet e fjalëve për të zbërthyer çfarë Jezusi do realisht. Fjala lyp është e përdorur diku te 79 herë në Dhjetën e Re, por do të gjeni vetëm në 3 kuptime që është përdorur. Unë I kam shkurtuar nëse doni studioni dhe vetë, por nuk do të gjeni kuptim tjetër përveç këtyre 3-ve. Fjala lyp do të thotë që ti kërkon. Në fakt fjala lyp dhe fjala kërkon shkojnë shumë paralelisht, por kanë dhe veçantitë e veta. Kërkon diçka materiale, e gjejmë te Mateu 7:9, jemi këtu, fiks te kjo pjesë. Cili për jush është ai njeri që po ti lyp I biri buk diçka materiale, do t'i jap një gur, pra një material tjetër. Kuptimi I dytë është kur ti I bën dikujt kërkesë lutje, është dhe gjitha gjërat që kërkonin lutje duke besuar do t'i merrni. E kemi tek Mateu 21:22, pra ti I bën një kërkesë lutje, në këtë rast lutemi Zotit, ose kur shihni këta personat që lypin në rrugë, është nuk të kërkojnë formë lutje. Dhe kuptimi I tretë është të kërkosh të gjesh diçka që don ose e dëshiron. Atëherë erdhi tek ai nëna e bijve të Zebedeut bashkë me të bijt duke e adhuruar atë, duke dëshiruar diçka prej tij. Dhe kemi tek Mateu 20:20. Do ta zbërthejmë këtë të fundit dhe ai I tha asaj, çfarë dëshiron Jezusi?
Dhe ajo i thotë, lejo që këta dy bitë e mi të ulen, njëri për britë të djathtë satë dhe tjetri për britë majtës në mbretërinë tënde. Atëre, që të kuptojmë fjalën lypni në këtë rast, edhe në rastet e tjera, është Jezusi bashkë me turmën dhe është nëna e bijve të Zebedeut, i cili po i mban dhe djemtë afër dhe është ai tendenca që afrohet dhe Jezusi e kupton. Patjetër ai din dhe mendimi përpara se ta thotë, duke adhuruar, thot, dhe duke dëshiruar diçka, duke lypur diçka. Don t'ja thot, po nuk po ja thot, po e adhuron prap. Don t'ja thot, po nuk po ja thot, është sikur t'i vi vërdall. Dhe Jezusi ndalon dhe thot, çfarë po lyp? Çfarë dëshiron? Është e njëjta fjalë. Dhe kjo nëna bijve të Zebedeut i sfidon gjithë nënat tona, se don që fëmijët të ulen njërin në djathtë, tjetrin në të majtë në mbretëri. Është e njëjta fjalë, por veprimi është një proces, nuk është thjesht një herë, është e vazhdueshme. Pra ka të bëjë me një proces. Dhe fjala lyp lidhet me derisa ta arrish qëllimin, ta marrësh atë. Ke para ai që lyp te rruga, që se lyp një herë, se mori, po nëse rrin, ishte ai përdorimi i dytë që e bën në formë lutjeje, edhe mund ta marri. Pra është një proces. Fjala kërkoni dhe do të merrni. Fjala kërkoni është përdorur më së shumti, por dhe është përdorur në 5 kuptime në total. Të kërkosh për të gjetur. Shoh dhe merr fëmijën e vogël dhe nënën e tij dhe shkon në truallin e Izraelit se ata që kërkonin për ta gjetur jetën e fëmijës kanë vdekur, pra është tek Jezusi. Engjëlli i thot Jozefit që të kthehet. Të kërkosh diçka specifike. Angjëlli u përgjigj dhe i tha grave, mos keni frikë, e di që kërkoni specifikisht Jezusin, keni ardhur tek varri për këtë gjë specifike, i cili u kryqëzua, pra kërkojnë diçka specifike. Është e njëjta fjalë, të kërkosh të gjesh diçka nëpërmjet të arsyetuarit apo të menduarit, se judejt kërkojnë një shenjë dhe grekët gjurmojnë pas urtësisë ose kërkojnë urtësinë, është e para Korintësve 1:22, kjo shpjegohet tek Veprat e Apostujve kapitulli 16, është Pali në Athinë, ku teksa Pali shikon gjithë ata idhuj që ata adhurojnë dhe bëjnë ofrime, ai shikon që janë këto Athinasit shumë të etur, rrinë në përsheshe vetëm diskutojnë, kërkojnë njohuri, madje kur Pali u ndan, më binde, thot, po do të dëgjoj prap, i thon ca, edhe lëvizin. Domethënë kërkosh diçka edhe abstrakte, sepse kështu ishin ata. Ndërkohë e kundërta është judejt kërkojnë shenjë, sepse ata gjithmonë kanë kërkuar shenja nga profetët, grekët ishin e kundërta, donin më vër trurin në punë me këtë, edhe nëse u ndan ungjillin, pa shpëtuarve kërkojnë ca lidhje logjike etj. Përdorimi i katërt i fjalës kërkoni është kërkosh me një qëllim, kështu dhe ju, meqense jeni të zellshëm për dhunti frymërore, kërkoni që të keni epërsi në to për ndërtimin e kishës. Pra kërkoje për një qëllim këtë dhuntin, kërkoje për ndërtimin e kishës. Dhe të kërkosh duke dëshiruar fort diçka, është e ngjashme me të lypurit duke dëshiruar, por edhe kjo ka ndasinë e vet. Sepse tani po ja mbush mendjen njerëzve apo Perëndis, apo po kërkoj të kënaq njerëz, se nëse akoma do të kënaqa njerëz, nuk duhet të jem shërbëtori i Krishtit. Pra, çfarë po kërkoj me shërbimin tim, thot Pali? Të kënaq njerëzit, thot, apo Perëndin? Se nëse unë do kërkoja këtë gjë, do të dëshiroja këtë gjë, unë nuk duhet të jem shërbëtori i Krishtit. Këto janë përdorimi i fjalës kërkoni. Dhe kërkosh në të gjitha këto rastet dhe në të gjitha referencat, janë rreth 120 referenca. Asnjëherë nuk e gjen fjalën kërkoni vetëm, e gjeni gjithmonë si një proces që përfshin dëshirim, punë, përpjekje, sakrificë derisa ta arrish atë gjë që ti don. Qoftë materiale, qoftë edhe jo. Edhe ata grekët rrinin në përsheshe aty, humnin kohën kot, që të arrinin atë gjën jo materiale, atë bindjen, atë siç rrin ata te televizori me Explorer, ku diun thjesht mbushin kokën kot, por si vazhdimisht proces. Si fjala lyp edhe kërkoni. Trokisni, në fakt, kjo fjalë s'ka nevojë të shpjegohet, është shumë e qartë. Do trokisni te dera. Por nga përdorimi i kësaj fjale kemi vetëm 2 raste.
kemi njerëzit që trokasin në derë, janë 2 raste total, sepse janë shumë pak përdorura. Pra, jemi te Luka 13:25, kur dikush i thot Jezusit, a janë të pakët ata që do shpëtohen, dhe Jezusi thot, kur t'jetë çuar i Zotit shtëpisë, ta ketë mbyllur derën dhe ju të filloni të qëndroni përjashta dhe të trokisni, pra vazhdimisht në derë, duke thënë Zot na e hap, ai të përgjigjet të thotë nuk ju njoh se nga jeni. Është Pietri që troket sapo lirohet nga burgu, pra janë njerëzit që trokasin. Është dhe rasti i dytë, është Jezusi që troket në derë. Dhe ju vetë ngjani njerëzve që presin të Zotin kur të kthehet nga dasma, që kur ai të vijë të trokas, ata t'ja hapin menjëherë. Luka 12:36. Këtu është konteksti hebrej, është Jezus që kthehet nga dasma, pasi ne jemi rrëmbyer atje lart, do kthehet në periudhën 7 vjeçare dhe ata sapo trokasit ta hapin menjëherë. Dhe shëmbulltyra e shërbëtorëve të kujdesshëm, pra është në periudhën 7 vjeçare. Kur unë qëndroj te dera dhe trokas, nëse dikush e dëgjon zërin tim dhe hap derën, unë do të hyj tek ai dhe do të darkoj bashkë me të dhe ai bashkë me mua. Te zbulesa 3:20 është Jezusi që po u flet kishës Laodices. Pra është rasti i dytë kur Jezusi troket. Tani, pse na duhet gjithë kjo? Sepse tani kemi mundësi të shpjegojmë nga ana doktrinare çfarë Jezusi po u thot turmës. Fillimisht, siç thash, pasazhi vetë shpjegohet. Jezusi thot, lypni, kërkoni, trokisni. Dhe do të merrni, është e qartë. Pra, kërkoni, ju do të merrni. Por, gjëja e parë që po thot është që ju shkoni dhe kërkoni tek Ati. Që kuptojmë çfarë duhet kërkonin ose pse duhet kërkonin, ishte duhet shihnin gjendjen e Izraelit. Izraeli kishte shekuj, të paktën 4 shekuj që ishin nën pushtimi romak. Dhe dukeshin si të pashpres. Duken pashpres 2 muaj, jo disa qindra vite. E dyta, ishin nën drejtues fetar shumë të dobët, të cilët nuk e udhëhiqnin. Të verbër që i prind të verbërve, thot Jezusi. Atëherë këta nuk bëjnë lidhjen. Dhe treta, këta janë zellshëm, po jo sipas njohurisë. Përpiqen të bënin ata që bënin, por dhe kështu nuk shihnin shpresë nga lart. Dhe gjëja e parë që Jezusi po thotë është, lypni, shkoni, rilidhuni me Atin. Ai është i mirë. Nëse ju jeni të mirë me bijtë tuaj, po ai me ju, shumë herë më i mirë. Dhe e dyta është trokitni tek ai për të hyrë, por të trokasin ku? Trokitni dhe hyni, besoni tek dera, sepse ka vetëm një trokitje. Tani që të mos e kalojnë të gjithën në anën materiale, tek Mateu 6:33, jemi vetëm disa vargje më lart. Jezusi po u thot, po të njëjtave turmave, kërkoni së pari mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësibërin e tij dhe gjitha ato gjërat do t'ju shtohen. Më përpara u ka thënë, mos u shqetësoni çfarë do të hani, mos u shqetësoni çfarë do të visheni, shikoni zogjtë e qiellit, shikoni zambakët, ai ushqen Zoti zogjtë, ai shikoni zambakët, Salomoni me lavdinë e tij, me pasurinë e tij nuk ishte veshur si këta. Këto janë gjërat të përkohshme, po ju që vleni më shumë, nuk do të kujdeset Zoti dhe për ju. Pra, ajo pjesa që ata ishin të pashpresë, Jezusi po i thotë që ka shpresë, por që të mos e kthejnë anën materiale, kërkoni, lypni. Nëse dikush më thot mua kërko lyp, dhe do isha te Jezusi, direkt do më vinte mendja kërkoj diçka materiale, çfarë kam nevojë? Ndoshta ushqimi, ndoshta veshja, ndoshta nuk e di çfarë do të ishte. Nevoja kundër pushtuesit ndoshta. Por që të mos e kthejnë anën materiale. Ai thot, pak më përpara i ka sqaruar që kërko më parë mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësibërin e tij dhe gjitha këto gjëra do t'ju shtohen. Këto gjërat materiale do t'ju shtohen. Kërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij. Trokitni tek dera e tij. Kjo është fjalë për fjalë. Lypni dhe kërkoni Atin, dhe dyta trokitni. Trokitni ku do trokisni? Po këtu ku jemi, vetëm 2 vargje më poshtë, është Jezusi që jemi tek 7:13-14, vargji që lexuan para ishte 7 deri 11. Jezusi sqaron, jo më pjesën materiale, lypni dhe kërkoni, por pjesën e trokitjes. Hyni përmes portës së ngushtë, se e gjerë është porta dhe e hapët është udha që çon në shkatrim, dhe të shumt janë ata që hyjnë në të, sepse e ngushtë është porta dhe e angësht, e ngushtuar
është udha që të çon në jetë, dhe të pak janë ata që i gjejnë atë. Po Jezusi po sqaron pjesën diku më poshtë, sqaron Jezusi thot, në të vërtetë po i them, unë jam dera e deleve. Unë jam dera. Nëse dikush hyn nëpërmjet meje, ai ka për të shpëtuar, ka për të hyrë, ka për dalë, ka për gjetur kullot. Pra, piktura bëhet më e qartë. Përpiquni të hyni përmes portës së ngushtë. Fjala përpiquni është e barabartë me bëni çmos, bëni gjithçka që është e mundur që të hyni përmes portës së ngushtë, sepse po ju them se shumë do të kërkojnë të hyjnë, por nuk kanë për të mundur. Kur të jetë çuar i Zotit shtëpisë, e ta ketë mbyllur derën dhe ju të filloni që ndroni përjashtë, e trokisin derë duke thënë Zot, Zot, na e hap, ai do t'ju thotë, do të përgjigjet, do t'ju thotë, nuk ju njoh se nga jeni, atëherë ju keni për të filluar të thoni, ne kemi ngrënë, kemi pirë pranin tënde dhe ti ke dhënë mësim në rrugët tona. Por ai ka për të thënë, po ju them, nuk ju njoh se nga jeni, largoni prej meje të gjithë ju punëtorë të pautësisë. Ty vargje më lart, dikush i thot Jezusit, a janë të paktë ata që shpëtohen? Dhe Jezusi po u thot këtë gjë. Bëni çmos që t'hyni përmes portës së ngushtë. Nuk është shëmbëltyr. Është drejt për drejt. Bëni çmos që t'hyni përmes portës së ngushtë. Prezent me ju, ja ku jam. Trokisti, pra t'hyni para se ta ketë mbyllur derën. Kjo është mundësia. Atëherë keni për të filluar të thoni, ne kemi ngrënë pranin tënde, Jezus. Ti ke dhënë mësim në rrugët tona, nuk është për kishën. Por ai ka për të thënë, nuk ju njoh se nga jeni. Pra, u mbyll dera për ata. Mundësia tjetër vjen më vonë. Për ne do ishte e njëjta gjë ekuivalente si a nuk kam ardhur unë për ditë e kisha, kam trokit te ajo dera e kishës. Në fakt, kjo nuk është dera. Dera është Jezusi. Dhe ai thotë, nuk kam njohur kur. Pra, piktura e qartë është kërkoni dhe lypni të rilidheni me atin dhe trokitni tek dera. Kështu do të mund të rifitoni mbretërinë dhe të mund të shpëtoheni. Kjo ishte piktura e qartë. Por ajo që Zoti më foli lidhur me këtë ishte sepse ishte një pastor që predikonte prosperitetin dhe mu më duk si shumë e turpshme ajo që tha. Po, Jezusi vdiq që ne të jemi të pasur, Jezusi vdiq që ne të kemi me bollëk etj etj. Lidhur me kishën, edhe pse këto vargje merren që të mbështetet ungjilli i prosperitetit, kjo nuk është kjo. Nuk është kjo. Tani, mos më keq kuptoni. Edhe vete nuk e kam keq kuptuar në këtë rast. Kërkoni nga Zoti. Zoti është i mirë. Do të na japi të gjithëve. Nevojat tona, keni nevojë për diçka, shkoni kërkoni. Zoti ka me bollëk. Por askund në Bibël nuk do gjeni që Jezusi vdiq që ne të jetojmë me bollëk toksor, që ne të jemi të pasur. Jo se është gabim, absolutisht. Por nuk është kjo. Dhe nëse këtë e paralelizon me çfarë lypën, çfarë kërkuan dhe ku trokitën dishepujt e Jezusit gjatë shërbimit të tij, pastorët e prosperitetit dhe kishat e tilla janë shumë larg vërtetës. Dhe nuk ka lidhje fare asgjë me anën materiale. Pra dhe Izraeli këtu, e gjithë lidhja është ju jeni të braktisur për shkak të mëkatit tuaj, patjetër, ju jeni të braktisur, ndjeni të braktisur, të pa shpresë, keni disa udhëheqës krerë prithërinjsh, Jezusi vazhdimisht i thot të verbër që i prinë të verbërve, ju vetë keni zell, nuk keni njohuri. Bëni lidhjen, thot Jezusi, kërkoni trokitni. Nga ana tjetër për ne nuk ka lidhje me të kërkuarit e gjërave. Patjetër nëse keni nevojë, Zoti na dhën të gjithëve. Por nuk është kjo ku mbështetemi. Në fakt, ajo që Bibla thot për kishën që të lypin, të kërkojnë dhe të trokasin është një. Kërkojnë gjërat e drejta. Kërkojnë gjërat e drejta. Ato që kërkoi edhe Pali, ato që kërkuan dhe dishepujt. Askush të mos kërkoj të vetën, por çdo njeri të kërkoj të mirën e tjetrit.
Jemi te kisha e Korintit. Të gjitha këto vargjet janë nga kisha e Korintit. Le ta plotësojmë pikturën edhe më të madhe. Pikërisht ashtu si unë i kënaq të gjithë njerëzit në të gjitha, duke mos kërkuar dobinë time, por atë të shumtë që ata të shpëtohen. Pra Pali thot, nëse më shihni që po rrit me dikë dhe po ja bëj pak qefin, po ja bëj që të jetë dobia atij të shpëtohet. Unë nuk kam asnjë lloj përfitimi. Mos më gjykoni për këtë dukjen. Duaj që ata të shpëtohen. Pra nuk është në dobinë time kjo humbja e kohës dhe humbja e gjërave të mia që po jam me këta. Dashuria, e para Korintesve 13:5, besoj e dini, është kapitulli që flet për dashurinë, ka një kontekst më të madh nga mbrapa, por shkurtimisht nuk sillet pahishëm, nuk kërkon të vetëm, nuk provokohet lehtësisht, nuk mendon për keq. Nëse nga kjo do të njihet që jeni dishepujt e mi, thot Jezusi, nëse keni dashuri për njëri tjetrin. Nëse keni dashuri për njëri tjetrin, atëherë nuk kërkoni vetëm për veten. Nuk kërkoni vetëm për veten. Kështu dhe ju, meqense jeni të zellshëm për dhunti frymërore, kërkoni që të keni epërsi në to për ndërtimin e kishës. Tani, kisha e Korintit ishte një kishë që ecte në mish, ishte një kishë e dobët, një kishë që kishte ushqim me qumësht, kishte shumë parregullsi. Dhe Pali të gjitha këto ja adreson kësaj kishe. E para, nëse do të shërbenin, mos kërkonte secilit veten. Nëse pretendojnë që kanë dashuri si dishepujt të Jezusit, atëherë të mos shohin vetëm për veten. Nëse mua më shihni duke u bërë qefin disa njerëzve, duke shkuar mbrapa disa njerëzve, nuk jam duke kërkuar për veten, se po ha një darkë me ata, por sepse dua që ata të shpëtohen për dobinë e tyre. Dhe nëse keni dhunti, nuk i keni për vete, se dini të profetizoni, apo dini të jepni mësim, apo dini një gjuhë tjetër, por për ndërtimin e kishës. Madje për këto gjëra ata kishin konflikt me njëri tjetrin, për shkak se kërkonin pikërisht të vetat. E dyta, kërkoni gjërat e drejta, kërkoni për motive të drejta. Tek Jakobit 4:2-3 janë vargje që besoj keni kaluar në disheputëzimi, keni kaluar gjithmonë. Ju a ka ënda, por nuk keni. Ju vrisni, dëshironi të keni, por nuk arrini të merrni, ju përleshni, luftoni, ama nuk keni, sepse nuk lypni. Ju lypni e nuk merrni, sepse kërkoni mbrapshtas, që të mund ta konsumoni sipas ëndjeve tuaja. Shiko se sa poshtë. Nëse nuk janë për motive të drejta. Ju vrisni, ju përlesheni, ju konfliktoheni, ju luftoni se çfarë do të merrni dhe nuk keni. Pse? Sepse nuk kërkoni, ata kërkonin. Nuk është motivi i drejtë. Pse? Sepse ju dëshironit ti merrni, ti konsumoni sipas dëshirave tuaja. Nëse është, le të themi, në një shërbim, për çfarë e don atë pozitën shërbim? Për të shirën, për ëndjen tënde, për atë që dëshiron të dukesh, apo për një motiv të drejtë? Për çfarë kërkon këtë gjë? Për të dukur, apo për një motiv të drejtë? Prandaj mos u mirakosin duke thënë çfarë të ham ose çfarë të pim ose me se të vishemi, se mbas këtyre gjërave rendin, gjurmojnë, kërkojnë jo hebrejnë. Keni parë ndonjëherë fetarët të pashpëtuarit? Ndoshta edhe familjarët tonë. Thonë Zoti, nuk ka problem. Çfarë kërkojnë ata? Keni vënë vetëm gjëra materiale. Vetëm gjëra materiale. Tani, nëse ne kërkojmë vetëm gjëra materiale, sipas ëndjeve tona, gjërave, dëshirave tona, se kush nuk i ka qef? Janë të bukura, janë të mira, janë të nevojshme, janë, ku diun, luks, se di. Nëse ne kërkojmë si ata, çfarë na dallon nga ata? Nëse që të plotësojmë dëshirat tona, ëndjet tona, mbas këtyre gjërave këta kërkojnë, gjurmojnë. Mbas këtyre gjërave janë të pashpëtuarit, fetarët. Po thuaj se gjithë, nuk ka rëndësi çfarë fe është, kur bëjnë ato kërkesë, një lloj, një gjë të njëjtën që kërkojnë, gjëra materiale. Atëherë, ne i shërbejmë së bashku Zotit. Jemi për një qëllim që t'japim atij lavdi.
Dhe që të jemi në unitet, nuk ka kurse si se ne kërkojmë veten për veten tonë. Edhe them, kërkoni më tepër, kërkoni më shumë, dhe lypni më tepër duke kërkuar dhe për tjetrin. Në fakt, kërkoni më shumë patjetër se do kërkoj edhe për vetë dhe për tjetrin, duke si kërkoj më shumë sasi, por kërkoni më tepër, do thotë realisht kërkoni shumë më lart se çfarë mendoni ose shikoni. Kolosianëve 3:1, nëse ju pra jeni çuar për së vdekurish bashkë me Krishtin, kërkoni ato gjëra që janë sipër, atje ku Krishti ulet për bridorës djathtë të Perëndis. Kërkoni gjërat që janë sipër. Dhe një herë tani duhet ta rivendos themelin. Nuk ka asgjë të gabuar të kërkojmë gjëra materiale. Zoti na dhënë, na bekoft të gjithëve me gjërat më të mira, sepse jemi bijtë e Tij dhe e meritojmë. Por fokusi nuk është ky. E nëse këto gjëra materiale pam që sill kanë midis besimtarëve, sillin përleshje, luftra, kacafyt, vrisni për këto gjëra. Besoj duhet të jetë me kujdes, sillni zili, xhelozi midis njëri tjetrit. Por nëse ju jeni të ringjallur ose të çuar për së vdekurish bashkë me Krishtin, kërkoni ato gjëra që janë më sipër. Këtë varg dhe do ta rishojmë pas pak se çfarë janë gjërat që janë lart. Trokisin dhe do t'ju hapet, kjo është shumë e qartë. Për ne që jemi të shpëtuar, lavdi i Zotit nuk kemi nevojë që të trokasim. Sepse ne kemi hyrë tek dera, Jezusi është dera, kemi hyrë në mbretërinë e Tij. Lavdi i Zotit. Lavdi i Zotit. Por nëse jemi të pashpëtuar ende, thirrja është kërkoni, lypni, kërkoni Zotin dhe trokisni tek dera. Dera kush është? Jezusi. Nuk ka emër tjetër që u është dhënë njerëzve për shpëtim. Trokisni tek dera për të shpëtuar. Gjërat materiale nuk kanë asnjë lloj vlere përpara shpëtimit të shpirtit. Lypni, kërkoni dhe trokisni tek Jezusi për të shpëtuar. Ndërsa ne si të shpëtuar, kur pam trokitjen, pam që është Jezusi që troket, i vetmi rast, te kisha e Laodices, sepse ti thua unë jam i pasur, i pasuruar me të mira dhe nuk kam nevojë për asgjë. Dhe ti nuk e di që i gjor, i ngrat, i varfër, i verbër dhe lakuriq. Të këshilloj të blesh nga unë artë të spërvuar në zjarr që të mund të jesh i pasur dhe petka të bardha që të mund të vishësh e të mos shfaqet turpi lakuriqësisë sate. Dhe vajosi sytë e tu me kolir që të mund të shohësh. Kur e pash këtë vargun, pse i pasur, pse arë, pse rroba dhe pse syt është mendohet që Laodicea kishte një flori nga i më i pastri, kishte edhe pëlqenin shumë modën të visheshin dhe mund të mbaheshin, nuk e di kush shtetësh që mbahet për veshjet, ndoshta Italia ose nuk e di. Këta kishin këtë gjë, madje mendohej që kishin dhe një ilaç që si të shkojnë për, nuk e di, për vizita në Turqi për filan gjë, këta kishin një ilaç për shikimin. Dhe këta Jezusi thot, të këshilloj të blesh nga unë arin e vërtet, që është i spërvuar me zjarr. Në fakt, arin është lavdia që japim në Zotit, që të mund të veshësh, të vishësh me petka të bardha, që të mos duket turpi lakuriqësisë tate. Rrobat e bardha janë ato që Jezusi na jep, pasi na pastroi nga mëkatet. Jo ato rrobat tuaja të bukura. Dhe treta, vajosi sytë e tu me kolir, dhe jo me atë që ju mendoni se është mirë, por me fjalën. Dhe dyta, konteksti Jezusi qëndron tek dera dhe troket, është për ne, nuk ka të bëj humbja e shpëtimit, nuk ka të bëj që tani ne duhet ta hapim prap zemrën kur mëkatojmë se humb shpëtimi, por të qenit gati. Dhe ju vetë u ngjani njerëzve që presin të Zotin kur të kthehet nga dasma, që ai kur të vijë të trokas t'ja hapin menjëherë derën. Të bekuaren ata shërbëtorë, të cilët kur të vijë Zoti ka për t'i gjetur duke vigjiluar, në të vërtetë po ju them se ai do t'i ngjesh vetë e do t'i ul për të ngrënë e do të vijë t'ju shërbej atyre. Konteksti këtu është hebre, nuk ka të bëjë me kishën, siç ju thash, ai po thot kur të vijë nga dasma, është dasma që është bërati lart, qengji dhe nusja e tij, por në kontekst edhe ata do të jenë gati të presin Jezusin në ardhin e dytë, por në kontekstin ton si kish është
kur ai të trokasët që të vit na marr, në fakt nuk do të trokas, por do ta thras, a jemi gati t'ja hapni me një herë, a jemi me një herë gati? Në fakt, është dhe dikush tjetër që kërkon. Nuk jeni vetëm ju që kërkoni, nuk jam vetëm unë që kërkoj. Është dhe dikush tjetër që kërkon. Ka 2000 vjet që kërkon, si një proces të vazhdueshëm. E para Pjetrit 5:8, jeni esëll, vigjilent, sepse kundërshtari juaj djalli ecën për qark si një luan vrumbullues duke kërkuar kë mund të glabëroj. Besoj e kemi kaluar shumë të vargun, unë ndalova të shifja fjalën glabëroj, sepse thash, na duket se djalli do të na rrëzoj, se djalli do të na ulit, na bëj të mëkatojmë. Në fakt, ajo fjala është përkthyer, Erioni ka bërë një punë, nuk e di. Fjala glabëroj është e njëjta fjalë që është përdorur tek Hebrejnë 13, ku me anë të besimit Izraeli kaloi detin dhe kur kalojnë egjiptianët, deti i përpiu, i shkatërroi. Nuk bëhet fjalë thjesht djalli do të na bëj të mëkatojmë. Djalli sillet rreth i qark si luan vrumbullues duke kërkuar kë mund të shkatërroj, kë mund ta përpi, kë mund të glabëroj, kë mund të... Në fakt, thash, nëse ishte kjo, atëre Jezusi i thot Pjetrit, Simon, Satani ka kërkuar që t'ju shosh. Kjo është përkthimi. Në përkthimin që ka bërë Erioni është përkthimi i saktë. Ka dëshiruar, është fjala, nuk ka kërkuar, ka dëshiruar në zemrën e vet. Jezusi ka lexuar dëshirën brenda, sikurse lexoi edhe Ati, që ti do të ngresh fronin lart. Por djalli po sillet si luan duke kërkuar këtë gjë. Tani, ta shohim pak pikturën në qark. Është Jezusi, jemi në kohën e Laodices. Laodicea dhe kisha e Korintit, te letra e parë e Korintasve ngjajnë shumë. Për më saktë, Laodicea ka dhe njohuri, ndërsa ata të Korintit kishin qumësht, nuk kishin shumë. Laodicea ka njohuri, po e kanë lënë Jezusin jashtë. Ka një problem edhe më të madh. Është Jezusi që troket në zemrën tonë sepse ne kemi lënë jashtë. Rendim pas gjërave toksore. Dhe Jezusi troket dhe kërkon që t'jemi vigjilent kur ai të kthehet. Menjëherë, ne kërkojmë tonat, rendim ndaj gjërave toksore. Shohim drejt gjërave të përkohshme. Dhe kemi djallin që përpiqet na glabëroj dhe të na shkatroj. Shiko se sa larg e çojmë dhe sa jashtë qëllimit dhe jashtë linjës që jemi. Jezusi kërkon tjetër gjë totalisht nga ne. Ne jemi jashtë linjës, Laodicea, lavdi Zotit që nuk jemi, dhe djalli që përpiqet na shkatroj. 3 gjëra të ndryshme dhe si plotësohet. Ajo që realisht po thot ky pasazh është të kërkojmë Zotin. Nëse jemi të pashpëtuar, asnjë gjë materiale nuk ka vlerë. Kërkoni Zotin, kërkoni Zotin. Kërkoni shpëtimtarin, trokisni tek dera. Nëse jemi të shpëtuar, nëse marrëdhënia jonë me Zotin çalon, është e krisur, ka probleme, atëherë forco këtë marrëdhënie. Kërko shpëtimtarin, kërko Jezusin, formo dhe forco sërish të marrëdhënien. Ringrihu. Kjo ka rëndësi, jo një gjë materiale. Të kërkojmë gjërat që janë aty lart. Nëse jeni ringjallur në Jezusin, kërkoni gjërat që janë aty lart, ku Krishti qëndron në të djathën e Atit. Të udhëheqim, të ecim, të udhëheqim jetën tonë, duke parë jo ndaj gjërave të përkohshme, ndaj gjërave të përjetshme. Ato duhet na japin zemër. Gjërat që janë lart, shpëtimtari jonë është aty lart. Dhëndri, ai që na shpëtoi. Do ta shohim një ditë, lavdi Zotit, kërkojmë shpëtimtarin, marrëdhënien e fortë me atë. Është fjala e Perëndis që është aty lart. Është Bibla. Përjeto Zot, fjala jote është ngulitur në qejf. Është diçka që Zoti e ka mbi emrin e tij, është fjala e tij. Është adheu ynë i përjetshëm aty lart. Kërkoni gjërat që janë aty lart, sepse ata që thonë gjëra të tilla e deklarojnë qartë se kërkojnë një adhe. Dhe vërtet po ta kish mendin tek ai vis, prej nga dolën, ata mund të kishin pasur mundësi për t'u kthyer,
por tani ata dëshirojnë një adhe më të epërm, do me thënë një qellor. Tani Perëndia nuk ka turp quhet Perëndia e tyre, sa i ka përgatitur për ta një qytet. Besoj e keni lexuar kapitullin, janë heronjtë e besimit, të cilat çdo gjë që u shkruar për mësimin ton, nëse ato e kaluan këtë provë, nëse ato e kaluan, jetuan, dhe ne jemi ende këtu, ata kur nuk pan për diçka toksore. Jo se është e gabuar që të kërkosh, por ata pan për një adhe atje lart, atë që realisht do t'u takojnë përjetësi. E nëse jemi ringjallur në Krishtin, kërkojmë të shohim drejt adheut ton, drejt gjërave që realisht kanë vlerë atje lart. Dhe e fundit, të lejojmë Jezusin, vetëm Jezusin brenda zemrës tonë. Si kisha Laodices, e mbushim Jezus plus diçka tjetër, Zoti na dhënë këtë zemër që të duam vetëm atë. Kërkoni më tepër se sa për veten tuaj, këtë i thash, të kërkoj më tepër se sa për veten time, është patjetër të kërkoj për tjetrin, se është sikur të kërkosh më shumë sasi, por jo, të kërkosh mbi veten, të kërkosh më tepër mbi veten. Okej, kjo isha që kisha përgatitur. Uroj që Zoti na japi një zemër që absolutisht, dhe kur e kam thënë dhe rithënë dhe vetë, nuk ka asgjë të keqe. Arsyeja pse Zoti më foli është sepse gjatë kohës që po shkoja në punë, tani nuk shkoj me biçikletë, shkoj në këmbë, e kam afër dhe lutem vazhdimisht në mëngjes. Dhe një ditë ndalova lutjen mes dhe thash, Zot, me sa duket kam kërkuar vetëm gjëra materiale, nuk të kam kërkuar asgjë tjetër. Dhe Zoti ma preku zemrën me këtë gjë. Edhe pastaj lexova pasazhin që lypni, trokitni, kërkoni dhe trokitni, edhe thash absolutisht Zoti i do për mua gjërat materiale, nuk ka asgjë të gabuar që unë të kujdesem për familjen, sikurse edhe ju, për punën edhe për gjërat e përditshme, sa jam këtu ato gjëra po na mbajnë, por mendoj Zoti thotë duhet kërkosh edhe më tepër. Edhe më tepër, jo më tepër, më shumë. Një makinë, 2 makina, një telefon, 5 telefona, më tepër, më lart se që të shohin ty syt, më lart se çfarë zemra jote kërkon. Mishi shumë i dobët, i shef gjërat, i pëlqen, i don, madje i don dhe më njëherë, edhe fut edhe shpirtin dhimbje. Kërkon më tepër. Dhe në fakt ma preku zemrën dhe për këtë arsye dhe e ndava. Më doli edhe një person i cili shumë besim te vetja. Jezusi vdiqta që unë t'jemi pasur. Dhe është e çuditshme sa e thjesht e thot personi atë. Kur unë gjej që Jezusi vdiq vetëm për mëkatet tona dhe të mijat. Dhe të gjitha u bën bashkë, mendoj Zoti donte që unë ta ndryshoja këtë gjë, dhe te imja të më prekte, po besoj edhe te ju diçka tjetër. Okej, unë po lutem. Faleminderit Zot për fjalën tënde, faleminderit Perëndi që ti je shumë i qartë Zot, edhe Perëndi faleminderit që me fjalën tënde ti thua që ne të lypim, të kërkojmë dhe të trokasim Zot si një proces i vazhdueshëm Zot. Nëse vërtet kemi një nevojë urgjente apo çfarë do lloj gjëje që kemi në jetën e përditshme Zot, ti je shumë më i mirë se sa ne me bita në Zot. Ti je shumë i mirë. Mjafton të kërkojmë dhe të kërkojmë Zot pa urrëshur, ti na jep Zot dhe na ke dhënë me bollëk. Dhe asnjëri nga ne nuk mund të thotë që ti nuk na ke dhënë Zot. Ti je i mirë Perëndi. Por Zot, e di që ti ke një thirrje për të pashpëtuar Zot, që edhe se dikush nuk është i shpëtuar Zot, është që të lypi dhe të kërkojë të njohë ty Zot, edhe të trokasej tek dera e vetme, dera e ngushtë Zot, rruga që është e vështirë Zot, është Jezusi Perëndi, sepse u duket e vështirë, por ti ende ke lënë hapur, ende ke lënë mundësi Zot edhe pak. Zot, për ne ti thua që të kërkojmë ty Perëndi, të mund të riforcojmë marrëdhënien me ty Zot, edhe jemi të vetmit që nuk po trokasim Zot, por është Jezusi që troket në zemrën tonë. Nëse ne e lëm jashtë ose ne e mbushim zemrën pak më tepër me gjërat e botës se sa me ty, atëherë ti troket që jam unë primari në zemrën tonë Zot. Perëndi na bëj zellshëm ndaj teje Zot, na bëj që të shohim me fokusin kryesor ndaj teje Zot. Këto janë gjërat përkohshme Perëndi, edhe lutemi Zot që ti të na plotësosh të nevoja Zot, por lutemi që të shohim realisht gjërat atje lart, sepse jemi ringjallur me ty Zot, adheu ynë është atje lart Perëndi, ti je atje lart Zot, fjala jote është atje lart Perëndi.
E Zot, gjithçka që kemi është aty lart, gjithçka që na përket është aty lart, Zot. Ti je aty lart, Perëndi, dhe për këtë jemi bërë, për këtë jemi shpëtuar, Zot. Edhe pa kohë, atë do të jemi duke bërë për jetë, Perëndi. Faleminderit Zot për kishën tënde, faleminderit Zot për zellin që kanë, faleminderit që jemi në të vërtetën, në të drejtën, nuk kërkojmë asgjë nga këto gjëra, Perëndi, që bota kërkon, nuk jemi si të pashpëtuarit, Zot, sepse ti na ke ndryshuar, ti na ke dhënë një zemër të re, Perëndi, por shpeshherë gabimi që bëjmë është që lëm Jezusin jashtë për diçka dhe për ndonjë gjë tjetër, Perëndi. Zot, na forco lidhje me ty, Perëndi, na jep uri për fjalën tënde, Zot, dhe na ruaj, Zot, nga djalli. Na ruaj, Zot, sepse teksa ne kërkojmë gjërat kësaj bote, Zot, është dikush që kërkon një qëllim të qartë dhe është i qartë, Zot, të na shkatroj, Perëndi. Faleminderit që kemi fitoren ty, faleminderit që ti pafundësisht na ke ruajtur, na ke mbrojtur, Zot, sa herë dhe pa të kërkuar ne, Perëndi, faleminderit, Zot. Lutem, Perëndi, që fjala jote të zërven tek ne, Zot, edhe na fol, Perëndi, dhe në vazhdim teksa lexojmë fjalën tënde dhe kalojmë kohë me ty, Perëndi. Faleminderit. Në emrin e Jezusit, Zoti, lë përparë frontën. Amen.